Malësinë e Madhe ka ardhur pranvera miq dhe këtu jemi në fshatin Jeran si pjesë e hartës së njësisë administrative Kastrat. Ju përshëndes nga Malësia e Madhe miq, dhe sot jam me Safir në njësinë administrative të Kastratit. Një zonë e mbushur me fshatra, ku jeta për shumë vjetësh ka ndryshuar rrënjësisht. Bujq, blegtor, fermer, ata që mbjellin që rebelin sidomos këtu. Por unë duhet marrë informacion fillimisht nga administratori, ose nga qytetari numër 1 i Kastratit, të cilin e kam telefonuar më para, dhe tani e takoj. Është Sam Curri, më ndiqni. Përshëndetje, Sam. Përshëndetje, mirë se keni. Sini mi se mi. Mirë se u gjemi. Mirë se u rritë kuam. Po, mirë se u gjemi, vërtet. Dhe vim tani ndërsa pranvera me dillin e saj. E vërtet. Natyrisht që ndikon shumë. Jo vetëm thjesht nga ana fizike dhe shpirtërore e njerëzve, por edhe në natyrë. Dhe kam përshtypjen që është ajo çfarë kanë pritur këtu banorët vendas. Nuk e dali gjenjum. Këtu jena në Center Boys, mrapa në kena njësinë administrative Kastrat, ku edhe unë punoj për 2 vitesh. Kjo është Centra e Boys. Sa fshatra kanë hapur në saj njësia administrative Kastrati? Ka 12 fshatra. 12 fshatra? Po, plus Centra. Kam përshtypjen që gjeografia dhe reliefi i Kastratit nis zëfill nga majat e kodrëve lartë, nuk di sa metra me nivelin e detit, për të zbritur pasaj deri në bregu i Licenit, po. Apo jo? Fillën në Rapsh, njësia Kastrat fillën në Rapsh dhe përfundon në pronën e Thatë, ku dahet me Koplikun. Okej, jeta atëherë. Atëherë jeta. Kryesisht Kastrati ka ekonomi bujqësin, dhe më thonë bim medicinale, kryesisht shërbel, po ashtë edhe bim tjetër makth, por kryesisht është e përcënuar me të shërbela, kohët e fundit ka fillu edhe turizmi me i dhënë pak gjallëni zonës licenore edhe zonave malore. Popullsia realisht është sot që flasim aktualisht rreth 6.000 banor, që jetojnë aktualisht në Kastrat. Klimën për shini vetë, klima kështu është zakonisht gjithmonë është një klimë shumë ajri i pastër, favorizuese. Oksigjen, hemoglobin pafund. I dashur Sant, në qendër të emisionit tonë Verejuk, si gjithmonë janë njerëzit e punës. Po. Dhe unë dua që së bashku me ju të shkojmë në një fshat. Caktojnë ju i dashur, ku të doni? Po. Për të takuar një bujk ose fermer që me investimet e tij ja ka dalë të jetë i suksesshëm, për që një model edhe për bujq dhe fermer të tjerë. Atëherë, unë do të shkoj në fshatin Jeran. Në fshatin Jeran? Në fshatin Jeran, është 2 kilometër nga këtu. Në qendër. Edhe do të takoj me një fermer që do të surprizoj. T'ja fjalën që do të surprizoj. Më shumë nuk të tregoj. Vrap për tek fermeri. Natyra këtu i dashur Sant është një magji më vete, realisht. E mbas supëve tona është edhe një pjesë e Alpeve të Shqipërisë, akoma me kurorën e bardhë të maleve. A mund të prezantoni cili është ai varkmal aty? Këto janë Alpet e
Malësisë Madhe, vargmolet e Malësisë Madhe, që para 2 ditë që ka mbush, i ka zbukuru dhe herbora bukurorën e bardhë. Dhe pamja shihet vetë, nuk ka nevojë për shumë fjalë. Ndoshta nxit edhe turistë, vendet e të huaj për të shkuar atje. Normalisht që është një nxitje Është një nxitje e mirë, pozitive pra. për turizmin. Për turizmin, pra. Për zhvuluar sa më shumë pjesë, po të kësaj zone, po edhe pjesën natyrës së bukur shqiptare. Të kësaj magjie vërtet që sa vjen dhe thith edhe më shumë. Sa vjen zbukurohet për çdo ditë. Sa vjen zbukurohet edhe që thithet shumë turistë. Zbukurohet nga turistët. Është e vërtet, po. Shkojmë, faleminderit. Oborri I vilës së fermerit Vukaj është bosh dhe Santi thot se Artanin do ta gjejmë në vreshën e Hardhive dhe tek ullin për rreth Vreshtës. Ky miq është fermeri 55 vjeçar, Artan Vukaj, me një jetë shumë interesante, me 3 pasaporta në xhep, pasaportë shqiptare, pasaportë italiane dhe pasaportë rumune. Artani ka mbaruar 2 fakultete, Universitetin Bujqësor, dega e agronomisë dhe fakultetin juridik. Një model fermeri I përkryer, apo jo? Këtu jena në vreshtin e Artanit, siç u thash pak më parë, fermerit Artan Vukaj. Tash për varietetet, për detajet, për më shumë do të na tregoj për se sa hektar janë, po do të na tregoj Artani. E shohim që punon. Ja tek është atje. Hey, mirëdita puna mbar. Mirëdita. Si jeni? Përshëndetje. Mirë? Si jeni? Na mikprisni? Mirë se të vini. Se jeni në orë pune tani, e? Po, normalisht se Ju pengojmë ndoshta. Përshëndetje. Jo, asnjë pengesë. Ju jap dorë nga afër. Përshëndetje. Si? Përshëndetje. Si Artan? Sansi, kemi gjithsej 3 hektar vresht. Këtu janë 2.2 hektar, plus kemi një pjesë diku tjetër. Edhe Vreshtë e keni edhe në një vend tjetër. po. Edhe përveç kësaj kemi një 560 rrënjë ullinj, nga të cilët një pjesë kanë hyrë prodhim. Okej. Edhe po punojmë. Po, Artan, shoh që kanë dalë bisët, e? Po. Kanë dalë gjethet e reja të Hardhive. Ka filluar gjethet e reja, pse ditët e fundit ka qenë pak ftohtë edhe kishim pak sepse kemi kaluar plakat e dimrit, e? Kishim pak frikë se mos na ndodhte ndonjë diçka, por për fat mirë e kaluam. Varieteti I Hardhis? Varieteti kemi në 3 hektarët kemi 4 varietete. Kemi Cabernet Sauvignon, kemi Merlot, kemi Vranac, që janë domethënë varietete për verë të kuqe, dhe kemi një Gewürztraminer quhet. Sipas mendimit tim, sa kuptoj unë, është prodhon verën e bardhë më të mirë që ekziston. Atëherë, I lutem, duhet të afrojmë pikërisht këto gjethet që sapo kanë dalë, të cilat premtojnë edhe frutin e ardhshëm. Po, ja. Ky është fruti I ardhshëm. Po, duket, jetë duket. Ky është fruti I ardhshëm. Po. Domethënë kjo është vilja ose pistaku I ardhshëm I rrushit. E parë e jetës saj. Dhe varieteti këtu është? Varieteti këtu është Vranac. Vranac, po. Që është një varietet ballkanik, ndoshta më I miri që ka në Ballkan. Ne e quajmë Vranac, dikush tjetër e quajë Vernac, dikush tjetër Vranac, po është I njëjti rrush, domethënë që është njëri varietet. Është krenaria e Ballkanit, besoj. Zakonisht është verë e thatë, aromatike edhe që shkon shumë mirë me atë që ne kemi tradit mish me hell. Domethënë është I përshtatet në perfekcion mishit të qingjit ose të kecit që ne kemi tradit këtu. Mish keci me verë të kuqe. Ajo është po. Po shikon bën përshtypje I dashur Artan sepse po thyse në çdo rrënjë juve keni hedhur edhe ple organik. Ple organik për të shyrë fidanin, po them kështu, apo bion e Hardhis. Miku im, jo pothuajse në çdo rrënjë është viti I dytë nga që toka këtu ka qenë e varfëruar, është viti I dytë që I kemi hedhur ple. Është tokë edhe me gurishte. Organik. Gurishte është perfekte për vreshtari. Është perfekte për vreshtari. Por substancat organike pastaj janë domethënë në sasi më të vogla, edhe këtë viti kam kësaj pjesës këtu
2.2 hektar i kam hedhur 100 metër kub pleh organik. 100 metër kub pleh organik. Vitin para ardhës e njëjta gjë. Domethënë në 2.2 hektar deri tani janë 200 metër kub. Po shoh edhe investime pra, edhe tubat me të cilët juve mbështesni krahët e hardhive. Investimi nuk është i papërfillshëm, po të themi kështu, edhe këtë sistemin e kam pa në Itali dhe në Francë. Edhe ky është një sistem sepse kjo kur rritet pastaj, ata filizat duhet lidhen. Po të lidhësh 3 hektar ti nuk ja del dot, unë kam pa këtë sistemin tu, e heq të, i kalon filizat këtu, edhe vend. Këto do shtrëngohen pak, domethënë do të mlidhen se kështu i bleva unë ato. Po, domethënë ky është një sistem modern, do jetë ultra intensiv. Edhe atje sipër do bëjmë depozitën e ujit, të bëjmë me sistem vaditje me pika. Më thatë pak më lartë që e keni parë këtë punë, po thënë kështu, pellë kultivimi në Itali dhe në Francë. Po. Keni jetuar jashtë? Po, kam bërë 30 vjetë jashtë. 30 vjetë? I me grim, po, 30 vjetë. 30 vjetë kam jetuar jashtë. Në Itali kam jetuar pjesë më të madhe, pastaj në Rumani, sepse nusja është rumune, kam një shtëpi atje, është një biznes të vogël atje, dhe në Zvicër është për pak kohë. Më vjen mirë, atëherë duke qenë se juve thatë i dashurar tanë që kultivon edhe ullin, një pjesë të cilëve i shoh këtu. Po, kjo është një sistem që kam parë në Toskana, në Itali, po. Për rreth parcelave me vreshtë, atje mbjellin ullin, sepse është një zonë me Për rreth parcelave me vreshta rushi, ata mbjellin dhe ullin. Po, e njëjta gjë. Keni ndjekur të njëjtën metodologji, po them. Po, të njëjtën metodë. Bravo. Të njëjtën metodë, edhe ullinjt janë mirë, domethënë është këta janë viti i tretë janë këta, ata tjerët është viti i katërt, kanë prodhuar vjet, jo shumë, por aq sa të shijojmë me shokë edhe me miq vajin. Sistemi rrënjor pas sistem fotosinteze nuk zhvillohet aq shpejt. Agronomët dhe fermerët e tjerë thonë që gjatë dimrit ullinjve i bëhet një shërbim tjetër, edhe spërkatja dimrore. Bëhet spërkatja dimrore, ne ja kemi bërë para se të vinte dimri, edhe para se të vinte dimri. Po. Ashtu kam para ata që janë më mjeshtër se ne. Pastaj unë preferoj sa më pak spërkatje, sepse që nga lullëzimi vitin tjetër nuk i kam spërkatur, kam përdor një teknikë me kurthe bio, me shishe, me uthull dhe amonjak. Që do thot? Ajo është kurth që tërheq mizat, sepse problemi, për zonën tonë, problemi më i madh është miza e ullirit. Se këtu është zonë e thatë me erë, edhe nuk ka smunje ulliri, shumë pak, gati as pak. Por miza prish cilësin e vajt. Por ekziston një teknik, gjdo 3-4 ullinj, var një shishe, me uthull edhe 10% amonjak, i bën disa vrima, e lyen me të verdhë, sepse ngjyra e verdhë tërheq mizën, edhe nuk ke nevojë për spërkatje, kështu që vaj është kur të hymë në prodhim që të bëjmë etiketën tonë e gjitha ato, do i bëjmë... E mendoni këtë gjë? Do i bëjmë bio. Keni ullirin tuaj me etiketë? Po. Që do të emëroni? Patjetër. Patjetër sepse u bën janë 560 rënjë, edhe ideja është që për 3-4 vjetë ndoshta po arrita të sistemohem me krahët e punës me punëtorët, do bëj ja 2000 rënjë besoj. 2000 rënjë patjetër duhet kesh etiketën tënde. Ne thamë që këtu pranvera vjen pak më vonë. Po, vjen më vonë, po. Sa fjala vjen në Myrzëqe ose në qendër të Shqipërisë. E di çfarë kuptoj nga juve, i dashur Ertan. Keni kaluar 30 vjet punë dhe sprovë në jetën tuaj për të dhënë një kuptim. Sa punë që bëni sot. Dhe kuptoj që përveç anës teknike, ju keni vënë në këtë vreshtë të madhe hardhishmë dhe tek ullinjt tuaj edhe një pjesë të shpirtit tuaj. Absolutisht.
Absolutisht, sepse të them vërtetën, unë që kur kam ikë gjithmonë ka qenë ideja të kthejmë bëj diçka. Bravo. Pastaj jeta ka ato peripecit të veta, planet nuk të dalin asnjëherë fiks si do ti, por nëse nuk humbet nga objektivi shënjestër, doja dalësh. Edhe avash, domethënë, edhe pse ndoshta pak më herët ndoshta do kishte qenë më mirë, por prapse nuk jam vonë që ta realizoj atë që, domethënë, kjo ishte një, ç'të themi, ëndër, okay. Sepse edhe babain e kam pas agronom, ka qenë një ndër agronomët më të mirë. Shumë njerëz vinin për eksperiencë. Unë jam rritur me vreshtari, me pemë, me këto. Edhe ai kishte tradit, po, edhe gjyshi e njëjta gjë, por edhe ai kishte ëndrrën, por mundësitë ekonomike ishin shumë më të vogla. Edhe kemi qenë familje e madhe, të gjithë të shkolluar, domethënë na ka dërguar në shkollë. Pak është ëndra ime, edhe pak është edhe ëndra e tij. Fermentuaj këtu të shpendëve. Po, përveç vreshtarisë edhe urinjve, ideja është që të ndërtojmë një stall këtu. Para se të arrijmë atje, kemi bërë disa eksperimente, sepse është eksperiencë e re për mua. Po. Edhe pata rosa, shota, pulhine, edhe kemi edhe disa shkurta. Edhe shkurta, e thamë edhe më lartë. Domethënë ato që quhen një patok kurenec. Po, që zëmërohet që ne erdhëm këtu. Kë është ai që na sulmon gjithmonë. Është roja i kopshit. Edhe i fermës, po? Edhe Okej. Dhe thamë keni pata që ecën tej, afër një vreshte. Keni rosat, pulhine. Po. Edhe këtu janë shota, është një lloj rose. Shota që kjo lloj rose. Po, që vjen nga Amerika e Jugut, po. Nga Amerika e Jugut, interesant. Edhe mashkulli i kësaj arrin deri në 6 kg mish. 6 kg mish? Po, mashkulli. Mashkulli i asaj rose që quhet shota. Shota në shqip kështu quhet. Po, interesant. Atëre, po i dashurta, kjo është një shkurtës. Kjo është një shkurtës ose ndryshe quajtur thellës japoneze. Është një shpend i vogël me një mish shumë të shijshëm. Unë i solla nga Rumania para pak viteve. Më pëlqen shumë. Ka edhe kërkesë për to, por mungesa e krajt punës më ka bërë që të mbaj vetëm këto këtu. Atëre, në këtë kafaz shpendësh, sa shkurtëza keni, dashurta? Momentalisht janë rreth 150 copë, por në momentet më të mira kam patur rreth 3000 copë. Keni patur? Rreth 3000 copë. 3000 copë. Por ata dy personat që merreshin me to, njëri iku jashtë shtetit, tjetra kishte burrin e smurë dhe më lanë punën, kështu që në momentin në cilin do gjej krahat e punës do i shtoj. Ja, kjo tjetra sa e bukur është kjo. Sa e bukur, vërtet që më bukur. Sa e bukur që nga. Të ardhura nga Japonia, thatë ju? Po, nga Japonia vinë. Në më thënë kështu quen to. Po, e sa japoneze. Vezët e tyre janë shumë të shëndetshme.
Janë Vezët e tyre janë shumë të shëndetshme. Janë edhe shumë të kërkuara. Unë nuk jam doktor dhe nuk dua të them se çfarë bëjnë. Jo, doktor, sepse klienti I parë që kam patur ishte një çun që jetonte në Holland, kishte ardhur në Shqipëri me të ëmën, e cila fatkeqësisht ishte me kancer, edhe ka ardhur disa herë ka marrë vezë, pastaj mori shkurtat edhe më pyeti si mbashtrohen, sepse më ka këshilluar doktori në Holland thotë që t'ja jap nënës për smundje. Kështu më thaj, pastaj më gjatë nuk e di, unë nuk kam njohuri në fushë. Dhe më tha që keni aktualisht rreth 100-150 duhet jenë rreth 100 si pjesë e fermës tuaj. Po, do më thonë, ne kemi filluar punimet për stallën atje, për shpend, për pata, shota, pulhine, rosa dhe shkurca. Restorantet I kërkojnë shumë, sidomos në kohët e fundit që turizmi ka marrë zhvillim në Shqipëri, të huajt I kërkojnë shumë. Ushqimi që përdorni për to cili është? Ushqimi, unë përdor një koncentrat të certifikuar që vjen nga jashtë, është pak më I shtrenjtë, por është I mirë. Ja këtu. Ja, ky është 22% protein, sepse është një shpend që ka nevojë për shumë proteina. Jeta e fshatit, ndoshta për dikë është e vështirë, por është e bukur. Është e bukur si je në kontakt me natyrën, je në kontakt me bimët, me pemët, je në kontakt me kafshët, me njerëzit, ajri është më I pastër, ke kontakt me diellin, vitamina D. Është një diçka që mua më pëlqen. Mbas gjitha atyre viteve jashtë, unë ato para që kisha kursyer, këtu I kam investuar, këtu po I investoj. Edhe jam I kënaqur sepse edhe ambienti është bërë I përshtatshëm për biznes, shoh zhvillim, shoh ndërtime shumë, domethënë si e shoh unë, është transformuar gati edhe fshat. Vendi është transformuar dhe po ecën përpara me hapa gjigant. Një ditë po bëja muhabet me një shok edhe I thash për 10 vjet I thash do bëhen italianët të vinë tek ne, jo ne tek italianët. Atëherë këtu miq dahemi me Artanin. Artan Vuka pra një fermer shumë I suksesshëm, apo jo, Santi? Ndahemi me Artanin duke I uruar gjithë mirat, suksese. Po. Dhe shpresojmë se të themi përsëri të Artanit pas disa kohëve. Sa po të bëjmë këtë që unë të qëroj të rikthehem prapë në fshatin tuaj. Kam thonë se do të rikthehesh përsëri. Po, sigurisht. Ju përshëndesim. Artan, faleminderit. Truj Zoti, suksese. Në biznes, por mbi të gjitha shëndet në familjen tuaj. Dhe sa më shumë lumturi pas. Sukses, vetëm sukses. Miru të takofshim I dashur. Faleminderit Stan. Në një ditë me diell, buqit në Jeran nxitojnë të vërrin kohën e humbur pas plagave të dimrit dhe këtu jemi në një ar të mbjellë me bimën që quhet makth ose sherebel. Rësinë e pranverës jeni këtu, sa të bëjë? Rësinë e pranverës dhe jeni pikërisht në fshatin Jeran. Punët e stinës, në fshatin Jeran. Bëhet kultivimi I shërbelës dhe njëkohësisht thirrja e herbicidit ure. Okej. Dhe si shihet vetë. A mbyllet shumë sherebele tek ju në Jeran? Dhe në njësinë administrative të Kastranit? Më shumë se 80% e tokës është mbillur sherbel. Okej. Ja ta pyesim të zotërin pasi përsëri diçka edhe nga përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, A jeni mirë? Si keni kalu? Mirë, a jeni mirë? A mirë. Kjo është ara juaj besoj? Po, edhe mirë. E mbjell me sherebel, si thotë edhe Santi. Kjo është makt faktikisht. Edhe sherbela, janë dy lloje. Po, kjo varieteti makt. E qartë. Po, sa nuk ka sherbel, po. Sa to keni mbjell këtu me këtë bim, me maktin? Tu kam 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Po kam janë 8 hektar sherbel. Po. Mirë ma. Por është problem se nuk ka të shkua, nuk ka të ka tregu ashtë shumë, tash 2 vjetë e këna sherbelën në stok. E qartë. E keni mësuar të S'kena kur treg Ke vështirësi, s'ka pra, fare, shumë problem. Fuqia punëtora ka pak,
edhe shtrenjt, sa që s'ka ka leku, s'ka vlerë edhe leku, po nuk ka fuqi vendore. Do të më marrë rrethinja të Shkodrës, prej tonë Shkodrës, të i bëjmë në fugona, mi provojmë makinë tonë, shumë kosto, e shërbelin e kanë tonë. Gjithsesi, traktori është këtu për të hedhur pleh, ndoshta. Po, hedh plehin, hem banë pleh kemi, hedh plehun dhe kultivon, prashitin, ne thonë prashitin, si më thonë zgjon. Prashit, po. Është shumë e Atë njohur si nesër do bie fuqinë fundore, do ta mihnit të bimat, të ja pastaj komplet bari. Mirë zotëri, punë të mbarë dhe gjithë mirat. Tanat Ju mirat, përshëndes. mirë, përshëndet. Faleminderit. Po atëre, flasim përsëri për Toninin, që ka në zotërin për them këtë artë mbjellë me Po, me Max, Po. Por Tonin nuk merret vetëm me Max, merret edhe me versari. edhe me versari. Është një fermer goxha i madh. Si Tonini janë shumë, por që kanë shumë veçërsi në shitjen e produkteve tyne. Dhe shpresojmë që ta kena sa më të lehtë Si vjetë, po. si vjet edhe Për mullimet e po, tregun e tyre. Bravo, tregun e Edhe tyre shitjen e dhe tyre, çmimin që do t'i japin Ministria e Bujqësisë me subvencionime. Shpresojmë që kena sa më afër tyne. Mbyllë këtu reportazhi miq me zhumën e një traktori të vogël me aromat e degëve të olive të fermës Artan Vukajt dhe këngën e shkëlqesur të shpendëve. Nga territoret e Malësisë së Madhe, fshati Jerën, në njësinë administrative Kastrat, ju përqafoj miq, tung.